Përshëndetje miq të FSHFTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur takohemi për të folur për të më të fundit nga futbolli në vend edhe më gjerë. Duke qenë se kjo është puntata e parë për vitin 2026, kemi shumë çështje për të diskutuar, sepse duket sikur futbolli ka rinisur në këtë pjesë të dytë të sezonit, por edhe çështjet e tjera që lidhen me mbledhjen e rëndësishme të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, po ashtu dhe investimet në infrastrukturë. Fillimisht e fillojmë me prezantimin e të ftuarve për sot. Gerti Çarçani, gazetar i mirënjohur sportiv. Faleminderit. Pjesëmarrës her pas here sigurisht edhe në diskutime të rëndësishme lidhur me kombëtarin, por edhe me futbollin në Shqipëri. Hera e parë e jotja në FSHFTV, si të duket ambienti edhe koncepti të pasurit të një televizioni? FSHFTV ishte një obligim dhe një projekt i kahershëm, por tashmë është bërë fakt. Urime procesin e moderimit. Vi për herë të parë, kjo është e vërtet, natyrisht vi edhe në kohën kur komiteti ka caktuar zgjedhjet e ardhshme të futbollit, po kjo është një koincidencë dhe asgjë më tepër. Po s'ka ardhur për këtë? Jo, më pëlqen edhe kjo. Po gjithsesi një studio e bukur e këndshme brenda institucionit, brenda shtëpisë së futbollit, që secilin i keni etiketuar dhe titullin e produksionit. Si mendon se do të ndikojë pasja një televizioni në promovimin e të futbollit në vend, as të ndeshjeve të moshave çdo tjetër? Natyrisht çdo emitent televiziv ka produksionet e veta. Shtëpia e futbollit do përpiqet në maksimumin e saj, në ekranin e saj, të pasqyrojë atë që mediat e tjera nuk pasqyrojnë dot, qoftë për efekt minutazhi, qoftë për efekt politikash, dhe qoftë edhe për efekt linje editoriale. Dhe në shtëpinë e futbollit, në FSHFTV, natyrisht duhet jenë të gjitha aktivitetet respektive, dhe besoj do janë, nuk është se po themni shpike, nga A-ja te Z-ja. Patjetër, dhe për këto alfabet do flasim edhe në vazhdim. Abdyl Kuriu, antar i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, mirë se vjen. Kam informacione që je edhe i propozuar edhe për të qenë përsëri në Komitetin Ekzekutiv të FSHF-s nga asamblet që janë zhvilluar deri më tani. Faleminderit për ftesën dhe dyta ju uroj që televizioni, siç e tha dhe kolegu juaj, është një televizion bashkëkohor që ishte e nevojshme për një federatë e cila nga dita në ditë është bërë një federatë shumë bashkëkohore, e cila drejton futbollin shqiptar në nivele shumë të larta. Për sa i përket propozimit për të qenë pjesë e KS përsëri në Po, ishte një propozim nga shoqata rajonale e Elbasanit dhe sigurisht që ishte mirëpritur. Ndërkohë ju sapo vini dhe nga një mbledhje e Komitetit Ekzekutiv që është në fakt e radhës, që sapo është mbyllur në fakt, dhe sapo është vendosur edhe data e asamblesë së përgjithshme zgjedhore për të zgjedhur sigurisht edhe KN, po ashtu edhe presidentin, në datën 16 shkurt në orën 10 të mëngjesit, që do të zhvillohet këtu në shtëpinë e futbollit. Tani ju më bot pyetjen, po të përgjigjen edhe vetë, ne sapo përfundum mbledhjen dhe është vendosur data 16 shkurt që të jetë dita e asamblesë zgjedhore. Në orën 10 në shtëpinë e futbollit. Okej, do të jemi sigurisht edhe herë të tjera, besoj në studio për të folur pak më gjatë për zgjedhjet, sepse sigurisht do jetë një temë e rëndësishme. Florian Riza, si gjithmonë në studion ton, si nisi ky vit për ty, Flori, dhe si të duket ngranimi për... Duhet të uroj gjithë Komitetit të Futbollit një vit të mbar sportiv, cilësi do garë detyrimisht që ne kemi, do të kemi cilësi më të madhe në të gjithë nivelin dhe shpresojmë që ekipi kombëtar të kualifikohet në kampionatin botëror Amerikë 2026. Kështu që unë edhe unë me zgjidh prita që të fillonim me emisionin e parë. Kështu që jemi të hapur ndaj gjithë kritikëve, qoftë tyre që janë në tavolinën tonë. Edhe dashamirësve. Siç është Çarçani, por dhe gjithë dashamirësve patjetër, por po është kritik. Nuk do përsen në momentin më të parë. Okej, fokusohemi tek futbolli, duke qenë se ditën e djeshme është hedhur edhe shorti i fazës çerek finale të Kupës së Shqipërisë këtu në shtëpinë e futbollit, edhe do të shohim tani pak tabelën me çiftet të cilat do të ndeshen në ndeshjet përkatëse praktikisht për Kupën e Shqipërisë. Kemi Teuta Egnatia, Tirana Dinamo City, Elbasani Partizani dhe Bylis Vllaznia. Një review e shpejtë, Gerti. Nga data praktikisht ndeshjet janë në datën 11 shkurt, po ashtu dhe 4 mars. Një review e shpejtë për çiftet. Duke parë dhe kampionatin, po duke parë dhe forcën e skuadrave, që pa mundur të bësh një projekcion, do gabosh nëse të bën një projekcion, natyrisht le të themi janë ato avantazhet e lehta që kanë skuadrat le të themi të kaçes, por përsëri në sistemin e kupës
në çdo sezon, jo vetëm, hegemojnë dhe ekipet të tjera që nuk janë mirë në klasifikim në kampionat dhe kanë një mundësi më shumë për nga kupa. Nuk di të them, nuk guxoj të them që dhe të bëj një projekcion se kush e ka më të lehtë apo më të vështirë. Natyrisht ato avantazhet e vogla dihen, le të themi deri diku vllaznia me Bylisin, apo kjo edhe për shkak të fatit të shortit, por edhe Gnatja deri diku, dhe Industria të Bukura Tirana Dinamo, por edhe Elbasani Partizani, i theksoj është një kompeticion që skuadrat e gjuajnë dhe duan Europën edhe nëpërmjet kupës. Është vlefshme për ekipe, skuadra të cilat duan të fitojnë kompeticionin, është e vlefshme për ekipe që duan të kenë rotacionin e lojtarëve kampionat kup, se dhe ky është një rotacion Flor, nuk bëhet rotacionin çerk finale, sepse prandaj tash je kritik, po ti duhet të jesh pasi ta mbaroj unë fjalën. Pra, ka ekipe thash, nuk thash jo për të gjithë ekipet. Dhe ka edhe ekipe të cilët nuk e duan vlefshmërinë e kupës, të cilët janë të fokusuar plotësisht për kampionatin, për garën e kampionatit për të mos rënë nga kategoria. Po në të gjitha nivelet, pra kupa është specifik. Secilit prej ekipeve, pra të 8 ekipet që kanë specifik individuale përsa i përket kupës. Pra nuk është si kampionati, dhe kampionati ka specifik. Pra disa luajnë për të dalë kampion, disa luajnë për të marrë pjesë në kompeticionet evropiane, disa luajnë për të mbijetuar për mos rënë nga kategoria, apo për të qenë të tretë nga fundi për të luajtur në atë play-outin e famshëm. Në këtë aspekt e kisha. I dashur profesor Riza, Lenida na përcolli 8 skuadrat e çerek finaleve. Dhe aty ka në këto të 8 nuk mund të themi që se do njëri, okay. Ka specifikime, thash. Të 8 ekipet, fakt zoti Kuriu, janë ekipet abisnet superiore. Si e shikon, sigurisht si trofe, është një trofe tradicional shqiptar, le të themi, dhe patjetër që është i rëndësishëm për secilin ekip që mund ta rrëmbejë në fund të sezonit. Po ta marrësh nga pikpamja strategjike, unë mendoj që skuadrat do të fokusohen 100% për arsye se është rrugë shumë e shkurtër për të arritur një objektiv shumë të madh, siç është fitimi i Kupës së Shqipërisë dhe dalja në Kupën e Evropës. Ndërkohë që nga kampionati është çik më e vështirë sepse gara është më e gjatë dhe konkurenca shumë e madhe. Kështu që unë mendoj që të 8 skuadrat do të luftojnë shumë fort për të arritur qëllimin përfundimtar që është fitimi i trofeut. Ndeshjet vijnë fakt edhe në një periudhë relativisht të mirë të themi, sepse nisin në shkurt edhe është një periudhë që edhe ekipet janë stabilizuar në sensin e merkatos së janarit, sepse ka pasur lëvizje edhe gjatë merkatos janarit, Gerti. Patjetër, kjo është e vërtet, sa i përket kupës, sa i përket kampionatit që ka rinisur sot me takimin Bylis Tirana, natyrisht është tjetër gjë që skuadrat vazhdojnë të jenë ongoing me kontingjentin që kanë pasur deri në dhjetor, Tirana me hyrje të reja etj, por skuadrat do stabilizohen, siç e the, për kupën deri në 11 shkurt që kanë sfidën e parë. Por e ritheksoj, jo se dua të kundërshtoj Florin, që ekipet duan të kenë një dritare të hapur të Europës nëpërmjet kupës, jo thjesht dhe vetëm trofeu. Për shembull, një analogji. Po. Shikosh ndodh në kupën më prestigjioze të botës, FA Cup. Pra luan fituesi në fuqi ditën e shtunë. I kupës Crystal Palace. I thua më prestigjioze ajo, se unë them kupa e mbretit. Ha diskutim. Po pra FA Cup, po prestigjioze. Do të thash kupa më hershme, detyrimisht kjo është, pra Macclesfield Crystal Palace. Dhe eliminohet pra një ekip i kategorisë 5 me ekip fitues kupe që ishte surprizë në aspektin e ekipeve që janë mësuar ta fitojnë atë. Për Crystal Palace nuk është pesha e parë ekipe më të mira në Angli. Kompeticioni ku specifika e kupës të çon edhe në këto nivele, pra përveç gjithë atyre arsyetimeve që ne sapo thamë ju edhe Dyli dhe Lenida, ka edhe një lloj tolerimi ka një ekip i cili pra kur diferenca është 5 kategori të ndryshme. Pra Premiership, National League. Dhe arrin të skualifikohet fituesi në fuqi nga një ekip. Pra, edhe në këtë aspekt më mendoj që do ta shohim si një specifik që ka kupa, nuk e ka kampionati. Se një humbi kampionat në një ekip më dobët është totalisht e rikuperueshme. Skualifikimi nga kupa nga një ekip më dobët është i pa riparueshëm. Pra kjo do të thotë që Riza ti pret surpriza le të themi në kupë. Pret surpriza sepse ne jemi në çerek finale dhe detyrimisht surpriza do ketë se thash, janë ato ekipet që e pretendojnë, pra secila prej 4 ekipeve kryesuese, 5 ekipeve kryesuese, e pretendon ta marrë edhe kupën si një trofe, pavarësisht se nëse hyn në katçe të realizohen ato dëshirat e tua si pjesëmarrës në Kupën e Evropës. Por kupa pastaj nga ana e saj mund dalë edhe jashtë kësaj katërshe. Një projekcion do bëja vetëm Lenida që nga 8 ekipet 7
e pretendojnë, nuk besoj që Bylisi do ta luajë ndeshjen e vet, por ka mendjen më shumë për të qëndruar në superiore, ka objektiv primar ekzistencën për të qëndruar në superiore. Bylisi do bëjë ndeshjen e vet kupës, por nga këto 8-7 skuadra do ta tentojnë deri në fund. Pas 3 raundit pyetësh edhe të diskutojmë. Jo, thjesht nuk thash që do toleroj, thash do ta luaj, por Bylisi prioritet absolut në objektiv ka kampionatin. Okej, ndërkohë fokusohemi pikërisht te kampionati sepse ka filluar xhiroja e parë e kampionatit për vitin 2026. Aktualisht në fakt ka nisur ndeshja e parë që është Bylis Tirana, ndërkohë shikojmë edhe kalendarin për ndeshjet e kësaj jave në ABC Superiore. Dhe i diskutojmë pak, se ndërkohë Bylis Tirana pikërisht që diskutuam që është duke u luajtur, Elbasani Flamurtari që luan po sot, Vllaznia Egnatia, Partizani Vora dhe Teuta Dinamo që luajnë ditën e nesërme. Është pjesa e dytë e sezonit Gerti, në sezonin e mbyllja, po themi sezonin i dimrit, tregoi disa elemente ose disa ekipe të cilat mund të ishin më pretendente, le të themi, për marrjen e trofeut në fund. Si shikon këtë fazën e dytë të kampionatit? Janë 4 skuadrat që janë të renditura për Final Fourin e formulës së re, që janë ende, dhe unë parashikoj dhe 2 outsider të tjerë që do tentojnë që të gjuajnë një vend në kaqe. Të lutem se këtu unë jam i detyruar të ndërhyj. Pra nuk ka formulë të re Final Four, rimodelim pra. Pa, rimodelim. Okej. U qartësove tani. Po jo, nuk në rimodelimin që anëtarët e nderuar të komitetit që presin sërish rimandatimin nga asambleja, bën sa i përket edhe formulës kampionatit. 4 skuadrat që në gjysmën e garës dolën në vendin e parë, Egnatia, Elbasani, Vllaznia dhe Dinamo, unë mendoj që do ketë 2 outsider të tjerë, edhe pse është pak larg, le të themi 2 outsiderit i referojmë Teutës dhe Partizanit. Partizani është 7 pikë nuk janë shumë në gjysmën e garës, por nuk janë dhe pak. Se bie që paralelisht ga bëj një skuadër 2 herë pak. Megjithatë. Po ku i bazon të projeksionin në sensin e të qendrit të 2 outsiders për të ndoshta për outsiders sepse nga përforcimet që kanë bërë, nga mënyra se kanë luajtur. Për momentin dim shumë pak, sepse përforcimet në Shqipëri ndodhin edhe në minutën e fundit. Në datën 31 vërsulen të gjitha dhe bëjnë federimet përkatëse. I referohem gjithçkaje që lidhet me Partizanin që ka objektiv kryesor, Teuta që është po aty, dhe këto të dyja do të bezdisin ato skuadrat e kaqes Kreut. 2 faza janë shumë, janë edhe 18 ndeshje për të luajtur, duke filluar që nga sot, në një kohë që tashmë nuk ekziston më opsioni lidhja se ka kohë. Se ka kohë. Çdo pikë lënë do të kalkulohet në fund do të jetë një faturë e madhe. Duke marrë parasysh që dhe një element i kësaj formule të rimodelimit të formulës së Final Four lidhet pikërisht edhe me pikët, duke qenë sa do të përgjysmohen në fund. 4 skuadrat që janë aktualisht janë leximi i drejtë i kampionatit deri tanishëm në 2 gjysmat e para, pra në gjysmën e saj, në 2 fazat e para. Le të themi leximi i drejtë janë skuadra që kanë bërë pak diferencë në raport me të tjerat, por shikoj edhe këto 2 outsiderët që do t'i bezdisin dhe le të themi kuj do t'i shkajë këmba në mënyrë bazike, atëherë do ta rrezikoj, por sikundër e thash, janë po këto 4 skuadra, shtuar dhe Teutën me Partizanin që janë ende në Kupën e Shqipërisë, pra, aty do bëhet gara më e bukur. Zoti Kuriu, ti e shikon këtë dinamikën e 2 ekipeve të cilat ndoshta mund t'i bashkohen në Final Fourit dhe si e shikon ndoshta gjendjen e Tiranës? Ka mundësi Tirana që t'i mbijetojë kampionatit në këtë vit? Tani unë jam dakord me Gerdin për një arsye të vetëm, sepse ka shumë ndeshje deri në fund. Edhe diferenca pikëve nuk është kaq e madhe sa që ata mos e pretendojnë Final Fourin. Por çështja është që duhet me qenë të kujdesshëm, pragmatik, të thotë të jenë të vendosur për objektivat që kanë, sepse përndryshe është shumë e vështirë. Edhe e dyta, nga përvoja që kemi, zakonisht neve deri në mbyllje kemi pasur një rivalitet shumë të fortë. Kryesisht edhe për Kreun, por edhe për mbijetesën. Pavarësisht se edhe kjo ndarje nuk ka qenë shumë me diferencë pikësh. Por gjithsesi e merr një farë orientimi kampionati, pra për Kreun dhe për mbijetesën. Siç e ka marrë. Riza, a është tregues, le të themi, pjesa e parë e kampionatit ABC Superiore mbi vazhdimsinë ndoshta që mund të ketë në fazën e dytë? Është tregues për faktin që jemi në janar dhe mundësia për të
rimarë lojtarë, ose për të marrë lojtarë të tjerë, për secilin për ekipin është të hapur. Pra kemi akoma disa, pak të mbi 2 javë, kohë deri në datën 31, që secili nga ekipet, secili nga klubet mund bëjë transferime ndoshta të bushme. Për të vendosur lojtarë që mund ta çojnë ekipin si kandidat edhe pa qenë në këto momente dhe kandidat kryesor për të qenë në atë katërshën e famshme të asaj. Duke mbetur transferimit, duket sikur Tirana ka qenë aktive në këtë aspekt. Kjo jep, po themi më tepër potencial për të siguruar në mbijetin. Kur flasim për Tiranën, flasim me nivelin e vendit të 8 nga fundi. Pra kush është kundërshtari i Tiranës sot për të mundur? Është kundërshtari i vendit 8, ai që ndodhi në vendin 3 nga fundi. Nëse arrin të rikuperojë këtë pozicion, mund ta shpëtojë veten e saj nga rënia nga kategoria. Dhe fakti që Tirana është në vend të fundit, apo që sot po e fiton ndeshjet se në minutat e fundit të saj, akoma rezultati 0-1, tregon që gara do të jetë shumë e erdhshme në të gjithë procesin e 2 fazave të mbetura, sepse do tentojë Tirana të kthehet në pozicionin e saj të mëparshëm, do të afektojë, do të ketë efekt mbi të gjitha ekipet, qoftë ato që luajnë për Kreon, sepse do kërkojë të fitojë ndeshjet. Do të fitojnë mbi 80% ndeshjeve që të arrijnë në pozicionin që ne po diskutojmë. Kështu në këtë aspekt Tirana ta bëjë shumë më interesant kampionatin. Po ajo që dua unë është që duhet të shoqërohet me cilësi në futboll dhe me numër më të lartë tifozësh se sa ose sportdashës se sa këta që kemi. Kjo do ta bënte ndeshjen me fjalë në të gjithë ose kampionatin, në të gjithë konceptin e tij më entuziast, më të bukur, më të shikueshëm. Përballje të tilla edhe të kësaj jave në fakt prodhojnë nga kanë ndeshje shumë të rëndësishme. Vllaznia Ignatia po ashtu ndeshje shumë. Është testi parakohshëm, testi i tretë, një finale të parakohshme, një përplasje në Final Four dhe i konfirmimit për Ignatian dhe vllaznisë që duhet rikthehet tek pas disa oscilacioneve të forta që pati, shtuar dhe të kupës që mezi kaloi në frymën e fundit po Gradecin e kategorisë parë. Natyrisht edhe Dinamo që shkon në Durrës, testin i rëndësishëm ky Partizani në fushën e Vorës, në fushën e stadiumit të ri të Vorës, besoj të flasim vonë. Dhe janë të gjitha, por Flori e Ceku pak, këto skuadrat që kanë objektivat e tyre për të rënë nga kategoria, për të qëndruar në kategori, për luftën për të rënë nga kategoria, do të bezdisin shumë dhe pse jo, do të prishin punë jo pak. Do t'i shtrëngohen jo pak për shkak të objektivave të tyre skuadrave të Kreut. Dhe siç edhe ka ndodhur që kanë marrë pikë respektive në 2 fazat e para. Prandaj bëhet gara dhe më e bukur. Flori do cilësi. Presidentët duan pikët. Cilësin, e shohim cilësin, më unë dua pikët. Po këto surpriza, Gerti, mund mendon se vijnë nga një lloj angazhimi pak më i madh i skuadrave që janë në mbijetesë, apo ndoshta në një lloj në vlerësimi që mund të bëjnë skuadrat e Kreut duke qenë se presin ato përballjet e mëdha me kundërshtarët direkt? Bën sens kjo që thua pjesa e nënvlerësimit, që nuk e nënvlerëson siç duhet, po kanë përshtypjen prej kohësh nocioni i skuadrave të dobta. Apo skuadrave kanë filluar të vinë pak në ekuilibër, le të themi elementet të tillë. Vora mbaj mend u mund në frymën e fundit në Elbasan para disa javësh, një fazë më përpara shkoi fitoi 1-2. Elbasan vetëm në frymën e fundit fiton Elbasani. Elementi i Vorës, po kështu Ballçi ka mundur jo pak ekipe të mira në fushën e vet. Tirana i ka bërë ato ngacmimet e veta, Flamurtari shkon fiton në Rogozhin, le të themi në 2 fazat e para. Pra të gjitha këto për shkak të objektivave që kanë do t'i bëhen bezdisëse deri në maksimum dhe do t'i prishin punë për natyrisht për shkak të objektivave të tyre. Po, patjetër. Sigurisht ne do të jemi këtu për diskutuar edhe fazat e tjera të kampionatit, javët e tjera, sepse kampionati sigurisht tashmë ka nisur edhe do të vijojë të luhet çdo javë. Ndërkohë, në shtëpinë e futbollit aktualisht është duke u zhvilluar kursi UEFA A për trajnerët, që mbledh sigurisht ish sportistë, ish futbollistë nga të gjitha moshat edhe vendet, dhe një prej kandidatëve në këtë rast për të marrë kursin e trajningut është edhe ish lojtari kombëtar shqiptar Taulan Xhaka, të cilit ne kemi zhvilluar një intervistë të shkurtër, një prononcim në lidhje me kombëtarin shqiptar gjatë vitit 2025 dhe po ashtu edhe premisat e kombëtares për të shkuar në play-off. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Më duk shumë mirë, kështu që kanë kualitet shumë, janë ekip e ri dhe çdo lojtar luan në ekipet e tyre.
Kundërshtarët janë shumë të fortë, po shanset e Shqipërisë janë shumë të larta, kështu që besoj që do e arrijnë. Absolut po, kanë shanse shumë të mirë, siç e thash edhe parëzit kanë kualitet shumë, kështu që duhet me pas vetë besim. Shumë shkurt, luani me zemër, jepni maksimumën dhe vetë besim. Një nga lojtarët ndoshta më me grind që ka pasur kombëtarja shqiptare dhe në fakt ndoshta në ndeshje kaq të rëndësishme si ajo ndaj Polonisë në play-offin e botrorit 2026, ndoshta duhet pikërisht të fjalë që përmend Taulan Xhaka që të futemi me zemër edhe me grind. Gerti, si e shikon këto ndeshjet e muajit mars? Është pika kruciale e futbollit shqiptar 26 dhe 31 marsi. Ekipi kombëtar do tentojë një tjetër kulminacion historik. Dhe gjithë vëmendja është e përcaktuar, natyrisht futbolli i shtrihet në kapilarët e vet në ato që folëm, garat respektive, superiorja e para, por çdo gjë kulminacionin e ka në mars dhe vëmendja është totalisht e përqendruar aty, në të 400 cepat e globit ku ka shqiptar dhe ku jetojnë shqiptar, sepse le të themi jemi fare afër një mundësie që e kemi në këmbët tona, do ta luajmë përballë një skuadre fillimisht si Polonia, aty tek e para, dhe më pas të shohim, dhe prandaj pika kryesore është vetëm atje dhe vetëm atje. Inshallah, deri në atë kohë nuk kemi dëmtime bazike. Eksperienca e parë e ekipit kombëtar shqiptar në një ndeshje që e ndan plotësisht nga kualifikimi, daton në ndeshjen me jo me Poloninë. Për këtë rast. Jo, era e parë që i hyri një eksperiencë të tillë, pra në ndeshjen në Armeni, dhe të cilën pretendimet ishin minimale, pra mund të kualifikoheshin me rezultate minimale, e fituam 3-0. Fal edhe të gjithë impenjimit apo motivimit që lojtarët patën në atë ndeshje, që për ndoshta për nga forcia e kundërshtarit nuk ishte e ngjashme ose nuk do jetë e ngjashme me Poloninë, por luhet në fushën e kundërshtarit dhe të duhet ta fitosh ndeshjen. Pra këto dy element më sjellin vëmendje shumë mirë, se kam qenë në komentin e ndeshjes dhe e vlerësoj jashtëzakonisht si një rast të ngjashëm, identik, i cili mund të përsëritet. Pra nuk ka asgjë të pamundur në futboll dhe nuk është Polonia një ekip që nuk është mundur ose nuk mund të mundet në fushën e tij në një ndeshje të vetme. Siç është dhe kjo për raundin e parë play-off për Kupën e Botës. Zoti Kuriu, Taulan Xhaka përmend elementin vetbesim. A është aspekti psikologjik, le të themi, ose i grindës përgjithshme ose grupit që mund ndoshta të bëjë diferencën në një ndeshje të tillë? Ai de facto foli për ato cilësi që i ka pas vetë. Edhe që janë shumë të domosdoshme për një ndeshje të tillë që siç e kemi në Poloni. Unë gjykoj që ne nuk kemi rastisht këtu. Kemi skuadrë shumë të mirë, ndoshta më të mirë në historisë tonë. Kemi qenë 2 herë në Europian dhe kam bindet plot që skuadra jonë do të bëjë maksimumin për të kaluar. Natyrisht që është e vështirë, është ndeshje që luhet në fushë kundërshtare, edhe ana psikologjike është komponent e lojës futbollit, është shumë e rëndësishme. Por që unë kam bindje që skuadra bashkë me gjithë mekanizmin e federatës do të punojnë bashkërisht që të arrijmë qëllimin. Edhe unë shpresoj shumë që ne do të arrijmë qëllimin. Urojmë shumë. Në fakt, intervistët në plot të Taulan Xhakës për të folur pak më tepër, ai ka folur pak më tepër për karrierën e tij edhe element të rëndësishëm gjatë ndeshjeve me kombëtaren. Do ta ndiqni në një seri e cila nis në fakt nga java që vjen, Legjendat flasin, ku ne do të ndjekim her pas here intervista që do transmetohen në kanalet zyrtare të Federatës Shqiptare të Futbollit, ku legjenda të ndryshme të futbollit shqiptar, por edhe të kombëtares, do të tregojnë emocionet e tyre në lidhje me debutimin dhe me ndeshjet të rëndësishme të kombëtares. Ndërkohë ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare deri kthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio, ndërkohë Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit është mbledhur sot dhe ka përcaktuar një element shumë të rëndësishëm për zgjedhjet e vitit 2026, është përcaktuar data e asamblesë zgjedhore, që është në datën 16 shkurt. Ndërkohë që afati për të dhënë propozimet për emra kandidatësh për president ose për anëtar të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit është data 5 shkurt. Riza, si e shikon këtë afat, periudhën, çfarë pritet të ndodhë, të ngarë ndoshta? Atë në aspektin ligjor, çdo gjë është brenda afateve ligjore që përcakton rregullorja
e federatës, statut i federatës, që me mbledhje këto organizimin e asambleve zgjedhore në të gjitha shoqaret rajonale dhe caktimi i datës për asamblen zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit. 16 Data 16 shkurt, ora 10 në ambientin e FSHF-s. Megjithatë, unë mendoj që ne jemi në një vazhdimsi. Futbolli pra është objekti kryesor i Federatës Shqiptare të Futbollit, ka njohur kështu zhvillime të jashtëzakonshme. Pra deri përpara pak minutash po diskutonim se si mund të kualifikohemi në kampionatin botror 2026. Pra kemi marrë pjesë në kampionatin evropian Gjermani 2024, pavarësisht se kundërshtarët ishin të rangut më të lartë të mundshëm, kampion bote në kampion bote, përfaqësimi ka qenë të njëjtos. Kjo e gjithë entuziazmi. Organizuam një europian shumë të mirë të U17-s. U17-s, po flisja vetëm në rangun e ekipit kombëtar. Pra entuziazmi që ka sjell populli shqiptar marrja pjesë e ekipit ton kombëtar në kampionatin evropian Gjermani 2024 ka qenë i papërshkruar. Pra gjëra që po i ndodhin pak se shoqëria shqiptare ka halle të jashtëzakonshme dhe një nga gjërat më pozitive që i ndodh, padyshim që është futbolli. Dhe mendoj që 2026 pra kërkon një vazhdimsi, po vazhdimësia nuk kërkon se ekipi kombëtar nuk është ecën vetëm pa të gjithë mënyrën e drejtimit të organizimit. Ju sapo e thatë që duhet jemi të gjithë bashkë. Pra që nga presidenti, komiteti ekzekutiv, të gjithë drejtorët përkatës shumë rradh, po padyshim, po më duhet po ta theksoj. Dhe kjo vazhdimsi është e detyrueshme që ne të kemi jo vetëm pretendime për të kualifikuar në Kupën e Botës Amerikë 2026, por për të vënë këtë gurën e themelit dhe themi që tani neve ta bëjmë se thua një detyrë normale. Kualifikimin për në kampionatin evropian botror nuk e bën zgjedhjet e futbollit. Vazhdimësia në drejtim. Ekipi nuk e bën zgjedhjet. Vazhdimësia në drejtim, jo zgjedhjet. Vazhdimësia në drejtim. Po mund të kishte urdhë? Ajo që është e rëndësishme është që të paktën këtë radhë zgjedhjet nuk do të jenë të shoqëruara nga një klim toksike si e para 4 viteve, nga një klim krejtësisht anormale, një klim krejtësisht tendencioze që kërkonte të shbënte atë që ti the, një projekt, është një klim krejtësisht tjetër, një klim e mirë dhe natyrisht ajo që do ketë garë më tepër në pjesën e komitetit ekzekutiv, por unë e shoh shumë të rëndësishme faktin se tu kemi qenë bashkë edhe 4 vite më përpara që ishte një klim krejtësisht shumë e mbytur, shumë toksike, derisa u rikthyen gjërat në vendin e duhur. Duke mbetur tek zgjedhjet, Gerti, janë bërë disa propozime tashmë për presidentin Duka për të marrë një mandat që do të ishte i shtati i tij në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Si shikon këto propozime dhe a shikon që një mandat 4 vjeçar më tej do të vijonte pikërisht që po flasim për sa i përket projektit të zhvillimit të futbollit shqiptar? Patjetër, në dinin time ka pasur, do më korrigjoj edhe jo, të propozimet, po besoj do vinde aty, po le themi është dhe projekti futbollit 2030. Vazhdon të jetë strategjia 2030. Do të prezantohet në janar, në fund të janarit. Do të prezantohet atje, pra ajo që Flori tha në vijimësin e projekteve të nisura, e natyrisht që kërkojnë edhe kohën e tyre dhe për të zbatuar, pra futbolli 2030, një strategji kjo e nisur në djenin time 4 vite më përpara, pra në zgjedhjet e futbolli për kombin dhe tashmë është futbolli për kombin dhe futbolli 2030, saktë, futbolli për kombin, faleminderit, dhe në këtë prizëm kjo natyrisht kërkon edhe vijimësinë e saj. Unë mbetem kësaj që zgjedhjet e futbollit tashmë do të zhvillohen në një tjetër klim. Presidenti Duka është atje dhe është, le të themi, lojtari kryesor apo trajneri kryesor një skuadre të mirë të deri tanishme, që kulminacionin e saj, si kundër e theksoj, për te 1000 gjërave tjera e ka me ekipin kombëtar të futbollit, me investimet pafund, por edhe me shumë projekte tjera, që po të fillojmë tani nuk mbarojmë deri nesër, dhe natyrisht në këtë mënyrë është një zgjedhje kjo dhe një kandidim i panegociueshëm dhe krejtësisht vital për ta çuar deri në fund një projekt të tij, dhe gjithë komunitetit të futbollit për të bërë shumë më mirë. Në komitetin ekzekutiv pastaj është
Patjetër, mbetet për të diskutuar. Ndërkohë Riza ka pasur një evolucion shumë të madh në aspektin organizativ le të themi të Federacisë Shqiptare të Futbollit ndër këto vite, sepse kemi nisur nga një staf relativisht i vogël dhe më pas u zgjeruar sigurisht edhe me marrjet projekteve të rëndësishme që sot jemi dhe diskutojmë për Europian që organizohen në Shqipëri, për mbledhjet e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s etj. Ka një diferencë shumë të madhe dhe një progres shumë të mirë në këto vite. Paralelisht është punuar shumë dhe me ngritjen e stafit. Pra të gjithë njerëzit që punojnë në federatë që janë specializuar shumë më tepër, qoftë nëpërmjet të gjitha certifikatave në menaxhimin e futbollit marrë nga këto seminare dhe kurset vazhdueshme që ne zhvillojmë, por qoftë nga eksperienca e fituar në terren, nga organizimi i të gjithë aktiviteteve që zhvillojmë në raport me UEFA. Pra, që nga mini turnet zhvillimor, në ato zyrtar për meshkuj dhe për djemë dhe për vajza, po ashtu dhe organizimet të nivelit të finalet të kampionatit evropian për 17 vjeçar. Në 2027 do vi në finalet e kampionatit 21 vjeçar. Pra, janë të gjitha këto. Pastaj le dalim në aspektin institucional kur është organizuar. Mbetemi tek institucionet tek stafi dhe shikojmë një foto të vitit 2002 në fakt që paraqet fillesat edhe të presidentit Duka në Federatën Shqiptare të Futbollit. Numri i stafit është shumë më i ulët. Shohim disa personazhe të rëndësishme, Astrid Afizi, Sulejman Starova, është një numër shumë i vogël krahasim me ato numër që kontribuon sot në Federatën Shqiptare. Domethënë numri i njerëzve në këtë foto ngjan sot me numrin e një departamenti. Megjithatë, ata kanë qenë herojt vërtet, sepse edhe në atë kohë është punuar shumë, është bërë çdo gjë, është transformimi, është starti i transformimit të Federatës Shqiptare të Futbollit. E mendoj që sot jemi në shifra të paimagjinueshme në atë kohë, shifra financiare. Pra buxheti i Federatës Shqiptare të Futbollit 2002-shit, krahasuar me buxhetin e Federatës Shqiptare të Futbollit 2026, domethënë nuk ka qenë kur i çuar në mend në ato vite. Nuk mund të shkojmë kur nuk e di sa kemi buxhetin, por është një shifër që kalon 2 shifrore milion euro. Ndërkohë, zoti Kuriu, ngelemi pak ender tek mbledhja e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. U morën një vendim tjetër i rëndësishëm përveç se asamblesë së përgjithshme zgjedhore? Vendim për incentivimin e futbollit të vajzave, për vijimin e projektit Uniforma ime, vendime për infrastrukturën, që ne i kemi zakonisht në çdo mbledhje, dhe vendime tjera që kanë bënë lidhje me ecurinë e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe komunitetit të futbollit shqiptar. Patjetër, me investime do fokusohemi pak më tej edhe në pjesën e fundit të emisionit. Ndërkohë, Çarçani, 2 propozime interesante kanë ardhur nga asamblet që janë zhvilluar nga shoqata rajonale, emrat e Edmond Asambelli dhe po ashtu të Blendi Fevziut janë ato të cilat janë propozuar. Si shikon këto 2 personazhe? Janë 2 personazhe që e potencojnë shumë organin vendimarrës, Komitetin Ekzekutiv, 2 personazhe që në të dyja kahet respektive kanë kontributet e tyre, natyrisht presidenti Asambelliu, presidenti deri djeshëm i TEUT-s me një karrierë të madhe, ka dhënë maksimalisht vendi i tij në komitet, do ta shtojë akoma më tepër mundësinë e tij për të dhënë një kontribut tashmë në rolin e vendimarrësit. Si njohës shumë i mirë i pjesës futbollit, po kështu edhe gazetari dhe moderatori Blendi Fevziu, që nuk di në përfundim nëse mbetet e njëjta skuadër, shtohet dhe shkon numri në 3 gjithmonë në përfundim të zgjedhjeve, po natyrisht ardhja e Blendit si kandidat dhe për mendimin tim si kandidat fitues do të shtoj shumë më tepër, do të jap një zë më potent pjesës futbollit në gjithë anën mediatike, do të rrisi imazhin maksimalisht, kuptohet, sepse vjen një emër i madh nga pjesa e moderimit dhe e gazetarisë, e ku natyrisht ndoshta do të bëj diçka shumë më tepër se çka më bër tani pjesa mediatike në komitet, kryesisht edhe për pjesën e strategjisë rikthimit tifozëve nëpër stadiume, që Flori Eceku pak më parë, që mbetet një program shumë i rëndësishëm, apo nismat e ndryshme tashmë kanë një shtrat
akoma më të fort mediatik, Lenida, nëpërmjet prezencës së Blendit, jo thjesht dhe vetëm për shkak të formatit të tij, por në tërësinë e gjës ka një shtrat më të fort mediatik, nismat e ndryshme për të çuar zërin për të bërë sensibilizimin e le të themi gjërave që ngjecin her pas here, sikundërisht ligji sponsorizimit. Absolutisht që kërkon një sensibilizim shumë më të madh, po kështu edhe strategjia për rikthimin e tifozëve, pra është një vlerë e shtuar. Një të marrë një dritare më të madhe. Po patjetër, është një vlerë e shtuar për prezencën Komitetit Ekzekutiv, do të marrë një dritare shumë më të madhe e natyrisht do ta çojë zërin shumë më fort se çka qenë deri tani. Kemi 2 gazetar aktualisht në komitet, por ndoshta nuk kanë qenë mjaftueshëm ose shumë agresiv në aspektin e incentivave respektive për atë që Federata gjithmonë ka kërkuar, pavarësisht se politikën kryesore e bën presidenti i Federatës, edhe ai e ndjek. Flori, nuk dihet nëse do të zgjidhen këto dy ema, por sidoqoftë janë ema të rëndësishëm që kanë një peshë caktuar qoftë në publik, qoftë në botën e futbollit. Patjetër, për ish presidenti e UD-s do thoya që do të jetë shumë i vlefshëm, sidomos mendësia e tij, urtësia e tij në vendime dhe në mendime, eksperjenca e madhe në futboll, e cila ka shoqëruar gjatë gjithë kohës, dhe si një njerëz që është me këmbë tokë dhe di saktësisht thotë gjën e dur në kohën e dur. Kështu që këtë e mendoj si një hap shumë pozitiv. Ndërsa për Fezion detyrimisht që tani është në majat e medias shqiptare, një njerëz që do ketë influencë. Potencion maksimalisht komitetin. Po patjetër, prezenca e tij. Po pra, pikërisht për potencial i shtuar për Federatën Shqiptare të Futbollit. Profesor, besoj do ketë edhe këto janë paktën kanë ditë, më fal Lenida se hyrën. Jo, kur thuam fakt tash pyetën nga Belenida. Po mirë, ndodh që nëpër panele bëjmë pyetje edhe të ftuarit. Fillon, e merr ti kram. Nuk e marr. E merr kram, po ja edhe këtu që edhe stopohet. Kandidatura të tjera kanë përshtypjen, ka një deadline për shpalljen e data 5 shkurt. 5 shkurt, nuk të kam lirë kërkojnë. Janë 11 ditë po themi përpara asamblesë. Do kemi, po për momentin zyrtarët janë vetëm kanë propozime. Propozime që janë bërë nga shoqatat rajonale. Nga mbledhjet e asambleve zgjedhore të shoqatave rajonale. Besoj do ketë garë, profesor, të bukur për komitetin? Mendoj që po. Gjithsesi, me thonë të fjalë për 2 personazhe të ri, unë mendoj që ata i bëjnë nder tavolinës së Komitetit Ekzekutiv. Presidentin Asambleju e njoh personalisht për shumë vitesh, është një kontributor shumë i madh i futbollit shqiptar, ose po themi ata të urtët të futbollit shqiptar, që ka punu shumë, ka kontribu shumë dhe de facto është një që nuk e prezanton veten shumë, por gjithsesi ne gjithë bashku e njohim që unë mendoj që ai do të jetë një vlerë e shtuar e Komitetit Ekzekutiv. Për sa i për të ketë Blendit, mendoj që ajo është një nga titullarët e medias shqiptare që i bën derë edhe ai asaj tavoline, besoj që kontributi i tij do jetë maksimal në ato drejtime që ne nuk kena mundësi që të avancojmë ose ta shtyrim. Dhe zëri oponentës do jetë më simpatik në komitet. Po mendoj që po, deri tani kemi pas zëvendës presidentin Nuri, oponent shumë të fortë, tash mendoj që mund të shtohen. To se di, as bardhe diçka se mbledhjet janë të mbyllura, apo që. Po na mbetet ta ftojmë përsëri në emision pas shkurtit. Ndërkohë fokusohemi tek investimet, se siç e përmendëm më përpara, edhe një element i rëndësishëm edhe i mbledhjeve të Komitetit Ekzekutiv në përgjithësi në FSHF është miratimi i fondeve të ndryshme për të investuar në fusha sportive. Stadiumi i Vorës, e prekëm pak më përpara edhe me Gertin, do të bëhet inaugurimi për 2-3 javë edhe nga presidenti Duka, por ndërkohë Vora do ta luajë ndeshjen e parë në shtëpi ndaj Partizanit. Ky lloj investimi, Gerti, sigurisht ka një impakt shumë të rëndësishëm edhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, por në fakt e afron akoma dhe më tepër tifozin me atë çfarë thua ti në lidhje edhe me kthimin e tifozëve në stadiume. Kushte më të mira. Patjetër, është në vazhdën e një mekanizmi që nuk ndalon kur prej vitesh, i investimit në infrastrukturë nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, referuar vendimet të komitetit, një mekanizëm që nuk pushon kur, jo thjesht dhe vetëm në incentivën e partneritetit FSHF klub me pushtetin lokal, por edhe në incentivat e tjera në projektin 100 fushat, apo në momentin e unë kam përshtypjen, por unë jam bindur që ka radhë të madhe për të kaluar një vendimarrje se kujt do t'i bëhet fusha, le të themi, radha është shumë e madhe, kërkesat janë shumë të mëdha, radha lidhet me aplikimet dhe
ky është një motor që kam përshtypjen nuk do ndaloj kur. Le të themi, është një bizhu e bukur për çdo, në rastin konkret stadiumi i Vorës, por ajo që është e rëndësishme është edhe bashkëpunimi me pushtetin lokal dhe me klubin, sepse jo çdo investim do ta bëjë Federata e Futbollit 100%. Natyrisht Federata do bërë pjesën e vet, pushteti lokal pjesën e vet dhe klubi pjesën e vet, siç ka ndodhur me dhe praktikisht klubi, se pjesa më e rëndësishme, se investimi do kryhet. Pjesa më e rëndësishme është mirëmbajtja. Sepse zhdukja e pamjeve jo të dura nga terenet tona sportive, nga fushat tona sportive, nga stadiumet e futbollit, është një gjë e jashtëzakonshme. Pra ti nuk shikon më ato pamjet e para 15-20 vjetëve në një ndeshje futbolli ku situata përkeqësohej shumë për nga niveli i terenit të fushës, sidomos gjatë kohëve të rresheve të shumta të shiut dhe të bërës, pra për kushte të këqija klimaterike. Ndërsa sot, edhe pse jemi në këto kushte klimaterike, ku po thosë dhe Shqipëria është përmbytur e gjitha, cilësia e fushave dhe stadiumeve është vazhdimin dhe të kampionatit dhe çdo gjë tjetër. Dhe po ta shikosh në aspektin vizual, ti nuk ke sot ke dëshirë dhe nuk ka lumturi më të madhe, kënaqësi më të madhe për mua që të shoh para që fushat e servitës, atje ku të servitin këta lojtarë, se ato kushte kur i krahasojmë me kushtet që jemi servitur neve, e ke parasysh vetëm futboll nuk është quajtur, po megjithatë ne kemi luajtur. Janë të jashtëzakonshme. Kushtet e zhvillimit të ndeshjeve futbollit janë zakonshme. Prandaj e kërkoj cilësinë. Prandaj e kërkoj edhe cilësinë sepse i kanë të gjitha kushtet e sot në ditët e sotme, lojtarë që luajnë sot futboll, trajnerët që servisin këta lojtarë, terenet sportive ku serviten apo stadiumet ku luajnë, i kanë të jashtëzakonshme dhe prandaj cilësia duhet të jetë e pandashme, duhet të vijë rezultat edhe i këtyre. Është një motor i madh, nuk di profesor, mos ketë një vendim komiteti në gjithë këto mbledhjet që mos ketë brenda një vendim investimi. Natyrisht, edhe sot ne kena marrë vendim që të investojmë në përfushat edhe terrenet servitore ku do të zhvillohet kampionati i 21 vjeçar, kampionati evropian. Sa po përfunduan investimet për kampionatin evropian të 17 vjeçarëve, vijojnë me investimet në infrastrukturë për kampionatin e 21 vjeçarëve, përpos këtyre në mënyrë të natyrshme kërkesat nga klubet, akademit, nga gjithë njerëzit e interesuar për futbollin vjen dhe do të vjen deri kur Shqipëria të jetë e plotësuar me infrastrukturë sportive. Arta e Shqipërisë me fusha futbollit e pothuajse e gjitha jeshile, e gjelbër. Ndërkohë, zoti Kuriu, duke mbetur përsëri tek investimi në stadiumin e Vorës, Vora rikthehet për të luajtur në shtëpinë e saj dhe ky është sigurisht një moment shumë i rëndësishëm edhe për një klub që është i rëndësishëm dhe bën luftën e saj, le të themi, edhe për të pasur performanca shumë të mira në bisedë superiore. Tani Vora është pjesë e kategorisë superiore me merit, kështu që e ka gjithë të drejtën për ta përmirësuar infrastrukturën e vet, të klubit vet. Fakti është që ata sot luajnë në stadiumin e tyre dhe është një gjë shumë e mirë për ata vet edhe për ne gjithë që kena kontribuar për zhvillimin e infrastrukturës në Shqipëri. Por me që jemi në prag edhe të zgjedhëm FSHF, unë do të potencojsha që FSHF-ja si net ka marrë një vendim për të mbështetur dhe financiarisht klubet shqiptare. Neve kemi aprovuar një fond rreth 3 milionë euro, e cila do të shpërndahet për kategorinë superiore dhe kategorinë e parë. Natyrisht, dëshira është për më shumë, por hap pas hap, sepse klubet tona janë ose periodike. Natyrisht. Pyetja klubeve është, na pëlqejnë thot, po vitin tjetër? Po, prandaj thash periodike. Neve domthonë në eksperiencën tonë kemi treguar që projektet vetë se i zhvillojmë, nuk i frenojmë ose i ndalojmë. Kështu që unë mendoj që ndihma dhe mbështetja financiare e FSHF-s është shumë e rëndësishme. Ky është një zë bazik profesor që e përmendë dhe natyrisht që nuk është vendimtare për klubet, por që ne japim që ata t'i ndihmojmë, t'i mbështesin që për ato problemet e veta që kanë me administratën. Por një kapilar kryesor, profesor, se nuk zgjidhet gjithmonë me vendime të tilla, një kapilar kryesor mbetet thjesht dhe vetëm miratimi i ligjit sponsorizimit, që do shpëtonte financat e brishta të klubeve
sepse, kjo është një nismë e mirë, është një ushqim i përkohshëm për klubet, po federata nuk është një thes dhe një buxhet i madh që do shpërndan para sa herë ti ke nevojë. Aty është planifikohet një buxhet nga të ardhurat që kanë ardhur nga marketimi, nga mirë menaxhimi, le të themi i gjërave vetëm marketuese, po edhe le të themi koridoreve të tjera financiare, por klubet dhe financat e brishta i shpëton thjesht dhe vetëm ligji i sponsorizimit, çka është një politikë, është një diçka që ju e keni kërkuar, po që kërkon një shtytje më të madhe. Tani ju jeni pavarësisht se edhe një pjesë të kohës kemi punuar bashkë, jeni ndjeni që ne prej vitesh e kërkojmë ligjin e sponsorizimit, kemi lobuar me qeverinë, kena përdor gjithë format dhe mënyrat që ta shtyjmë përpara si proces. Po çështja është Po nëse kujtohet, kemi bërë mbledhje në Hotel Tirana ku morin pjesë gjithë aktorët dhe faktorët e futbollit shqiptar, ku ishte pranisht edhe kryeministri dhe neve u shprehëm përballë qeverisë që ata duhet na mbështesin ne futbollin shqiptar, klubet shqiptare, sepse federata është shumë e vogël për të suportuar financiarisht klubet shqiptare në vijimsi. Kështu që bashkarisht ne pjesën tonë, qeveriat vetën, klubet vetën, pushtetet vendore vetën, besoj që do t'ja dalim. Edhe nëse shohim një, domethënë në aspekt çik më të gjerë, do të thosha atë që thot Flori, që stadiumet sot janë pastra, janë bukura, terrenat janë të mira, skuadrat janë vesh me uniforma që ke qejf të shohësh. Domethënë çdo gjë drejtohen nga njerëz profesionistë, të cilët për shembull ne se kemi thonë ose se kemi përmendur ne, po ne Departamenti i Edukimit bëjmë punë shumë të mirë. Që do të thotë neve kemi trajnerë me licenca që mund të punojnë gjithë Europën. Gjithë botën. Gjithë botën. Ne kemi bërë marrëveshje në Federatën Italiane që shqiptarët mos quhen të huaj në Itali. Edhe kemi rastin konkret që nëpërmjet marrëveshjes që ka bërë Federata jonë me Federatën Italiane, përfitoi një shqiptar i Kosovës. Kështu që Federata është një mekanizëm ose do ta quajë një ai e përfitoi si shqiptar se mori pasaportën. Po përfitoi nga marrëveshja që kena bërë ne me Federatën Italiane. Patjetër. Që ai shqiptarët mos i quajë cilësoj këtë procesin si e quhet kapilar. E Mirëfill Gjaku, kapitali është më e vogël. Pra ku tjetër ligji i sponsorizimit është kapilar. Është aort. Aort është zhvillimi i futbollit, sepse nëse vin paratë ne me këto para, në këtë mënyrë, thjesht e vetëm nga mirë menaxhimi i parave kemi arritur të bëjmë këto gjëra. Nëse këto buxhete do jenë më të mëdha këto për klubet. Bazik se ti e tha. Që te kapilar. Ç'është biologjia do të kapesh me. Ndërkohë mbetemi përsëri tek investimet, duke qenë se vijojnë punimet në fushën në aneksen Niko Dovanës dhe në të njëjtën kohë po ashtu vijojnë punimet edhe në stadiumin Shefqet Lamçja. I keni inspektuar, besoj, antarët e Komitetit Ekzekutiv, po ashtu edhe nga presidenca kanë qenë pjesë edhe këtyre inspektimeve. Po vijon të bëhet punë e mirë në shumë harta të Shqipërisë, pra duke shkuar tek ajo që thotë dhe Riza për të vënë atë hartën jeshile në të gjithë Shqipërinë. Si po ecin ndërkohë? Tani nuk është një sekret me thonë që infrastruktura është shumë e rëndësishme për zhvillimin e futbollit. Kështu që në këtë drejtim neve kemi viju, nuk ka mbledhje që nuk ka provon fusha të reja, stadiume të reja, se me që e rasti, këtu po flasim për fusha, po federata bashkëpunon me pushtetin vendor në Kavaj për ndërtu stadium. Po, kemi diskutuar edhe në emision. Kështu që, domethënë, puna për të zhvilluar infrastrukturën sportive nuk ka për ndalur kurrë. Fati është që presidenti është presidenti i federatës, është edhe vend si presidenti i UEFA-s, kështu që suportin e kemi maksimal. Ndërkohë që ne jemi në pritje të zhvillimit të kampionatit U21 europian, që është një event shumë i rëndësishëm, domethënë një hap mrapa kampionatit të madh që bëhet atje. Edhe mendoj që federata është kthyer një tren ekspres që nuk ka për ndalur kurrë. Dhe sigurisht që urojmë që ne të jemi këtu për të diskutuar të gjithë këto elemente. Projekti 100 fusha
Se domethënë është marrë numrin 100, ka 5 vjet që aplikohet. Mund të jemi në realizimin e projektit, se mund të jetë numri që përkon me realizimin plotësisht të projektit, do dalë emër tjetër, sepse nuk ka më nevojë të quhet projekti 100 fusha kur janë realizuar 90 fusha të tilla. Pra do shtohet numri dhe projekti do jetë më i madh në të ardhmen, do kemi një numër rekord për të arritur, për sa i përket investimit në infrastrukturën sportive. Do vijoj projekt uniforma ime, topi im, domethënë ne po bëjmë çdo gjë që duke filluar nga fëmijët e deri në ekipet superiore të incentivojmë, të mbështesim që futbolli shqiptar sot mos jetë rastësisht në europian ose në botror, po të jetë realisht, sepse punët janë bërë, mbështetja është bërë, federata është një strukturë shumë e madhe, e cila me gjithë departamentet e veta është në shërbim të futbollit kombëtar dhe atij ndërkombëtar, kështu që nuk vjen gjë rastësisht, është një punë që bëhet çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, çdo 4 vjet, kështu që sukseset janë domethënë të meritueshme, jo që kanë ardhur rastësisht. Po, pra praktikisht kalimi nga kapilar në aort apo jo Riza. Ka një të mesme, aorta është ena kryesore e gjarit, po sigurisht që synimi duhet të jetë tek arritja maksimale. Këto fakti ishin tema që ne kishim menduar për diskutuar në programin e parë për vitin 2026. Falenderoj Gerti Çarçanin, Abdyl Kuriu, Florian Riza si për herë. Ne do të rishihemi përsëri mërkurën tjetër për diskutuar për çdo gjë që lidhet me futbollin në Shqipëri, por si gjithmonë edhe lojtarët e kombëtarës shqiptare. Shihemi javën tjetër.